Akuza që ndezi zjarrin. Shtëpia atë ditë duke e qetë vetëm në sipërfaqe. Pas primejit të fundit nervat ishin të tendosura dhe secili kërkonte një arsye të vogël për të shpërthyer. Në obor po pijej kafe, kur Labinoti nisi të fliste me Tonin për sjelljet e banorëve. Benita po kalonte pranë tyre dhe dëgjoi emrin e vet. Ti hyre në breg Tonit sa po erdhi në shtëpi, tha Labinoti me zë që u dëgjua qartë. Mos u bëj sikur je Angel. Krejt e dim çfarë ke bërë me të. Fjalët ranë si shuplak në ajër. Toni u ngrit menjëherë. Mos fol në emrin tim, o burr. Këto janë trillime. Benita u kthye ngadalë, fytyra i ishte bërë akull. Përsëritet edhe një herë, tha me zë të ulët. Shpërthimi. Labinoti, i kapluar nga inati i ditëve të fundit, nuk u tërhoq. Thash atë që di. Mos luaj viktimën. Benita shpërtheu. Jetu më shpif gjëra të turpshme para krejt vendit. Po më prek aty ku nuk duroj. Mira dhe Eliona u futën mes tyre. Qetësohuni, po e teproni, thërrisnin. Por fjala kishte dalë dhe nuk kthehej më. Shtëpia merr flak. Banorët u mblodhen rreth tyre. Disa kërkonin sqarim, të tjerë vetëm spektakël. Arbeni tha. Këto janë akuza të rënda, nuk hidhen kështu. Suanita mbrojti Benitën. Asnjë grua nuk meriton me ju përfol trupi në këtë mënyrë. Labinoti këmbëngulte. Unë s'po shpif, po flas për çfarë kam parë. Benita po dridhej. Ti po më njollo si njeri, jo si lojtare. Kjo nuk është lojë. Dhoma e rrëfimit, zëri i brendshëm. Benita u thirr e para. U ul para kamerës me lot në sy. Unë kam hyrë këtu me dinjitet. Mund të kem gabime, por askush s'ka të drejtë të më shpall publikisht si diçka që s'jam. Familja ime po më sheh. Nëna ime po më sheh. Fjalët i dilnin me vështirësi. Kur një burr flet kështu për një grua, nuk është debat, është dhunë me fjalë. Versioni i Labinotit. Edhe ai u përball me kamerën. Ndoshta e teprova me formulimin, pranoj. Por këtu të gjithë bëjnë strategji me afërsi. Unë s'desha me e poshtëru, veç me e nxjerr të vërtetën time. Produksioni e paralajmëroi rrept për gjuhë denigruese dhe për hapje thashethemesh intime. Toni në mes të stuhis. Më i sikletosur ishte Toni, emri i të cilit u përdor si armë. Mes meje dhe Benitës s'ka pas asgjë të tillë, tha para të gjithëve. Mos më përdorni për me e godit një grua. Kjo fjali i dha Benitës pak forcë. Përballja e mbrëmjes. Në darkë konflikti u rihap. Benita, ti po më heq dinjitetin për disa vota. Labinoti, nuk jam unë fajtor për mënyrën si sillesh. Benita u ngrit në këmbë. Mos guxo më kur me ma përmend trupin e jetën time. Kufiri mbaron këtu. Zëri i Bigut ndërhyri sërish. Banor, ndaloni gjuhën fyese dhe akuzat personale. Pasojat emocionale. Ditët në vijim Benita u mbyll në vetvete. Shpesh rrinte vetëm në obor. Po më vret turpi që ma vuri në shpinë, i tha mirës. Edhe nëse e di që s'është e vërtet, fjala mbetet. Labinoti filloi ta ndjente presionin e izolimin. Disa banorë ju larguan, duke e parë si nxitës të pos. Në Big Brother ka ditë kur ajri bëhet i trash, sikur muret afrohen dhe njerëzit harrojnë se po flasin para miliona syve. Ajo ditë nisi si gjithë të tjerat, me kafe të ftohtë dhe buzëqeshje të shtira, por përfundoi si një nga përplasjet më të rënda të sezonit. Labinoti po rrinte në obor me Tonin dhe Arbenin. Po bënin shaka të ashpra, nga ato që brenda shtëpisë duken normale, por jashtë do tingëllonin të rënda. Benita kaloi pranë tyre dhe dëgjoi emrin e saj në mes të bisedës. Lëre more, ajo kështu femër është, tha Labinoti me gjysmë zëri, por mjaftueshëm që të dëgjoj. Rritu puth kë i del përpara. Sot njërin, nesër tjetrin. Edhe Tonin e ka puth. Toni u shtang. Mos se fut emrin tim kot. Benita u kthye ngadalë, me fytyrë të ngrirë. Çfarë the? Pyeti. Shkëndia. Labinoti nuk u tërhoq. Përkundrazi, e përsëriti me një buzëqeshje provokuese. Thash që je tip që ngatërohesh me këdo. S'po them gënjeshtër.
Në atë moment shtëpia u mpiks. Banorët e tjerë ndjenë se po hapej një humner. Benita ju afrua me hapa të vegjël. Mos guxo me fol për mua në atë mënyrë, tha me zë që i dridhej. Ti se di asgjë për mua. E dim të gjithë, ja ktheu ai. Kamerat flasin vetë. Fjalia që dogji gjithçka. Ajo nuk duroj më. Jetu më prek aty ku nuk duroj, bërtiti. Po ma shkel dinjitetin si grua. Mira dhe Eliona u ngritën menjëherë për të futur mes tyre. Labinoti ngriti supet. Unë veç po them çfarë kam parë. Po ti kush je me më gjyku, ja ktheu Benita. Mor 40 e sa vjeç burr, merresh me moralin tim? Fjalët u kthyen në gur. Shtëpia ndahet në 2 kampe. Disa banor u rreshtuan krah Benitës. Është turp me fol ashtu për një vajzë, tha Mira. Të tjerë mbronin Labinotin. Edhe ajo provokon, mos e bëni Angel, shtoi Arbeni. Por askush nuk e mohonte se kufiri ishte kaluar. Nuk ishte më loj, ishte sulm personal. Brenda Benitës. Askush nuk e shite çfarë po ndodhte brenda saj. Fjalët e Labinotit ja kujtuan vite para gjykimesh jashtë, histori që i kishte varrosur thellë. Në dhomën e gjumit u ul në krevat dhe filloi të qaj me dënes. Nuk jam ajo që thot ai, përsëriste. Po më zhvesh para krejt Kosovës. Suanita e përqafoi. Ti e di kush je. Mos ja jep fuqinë atij. Përballja e dytë. Por konflikti nuk u mbyll. Në darkë u përplasën sërish. Benita, ti po ushqen urrejtje ndaj meje. Labinoti, unë veç se du hipokrizin. Benita, hipokrizi është me e poshtru një grua për jetën e saj. Ai heshti për një moment, por pastaj tha fjalin që e ndezi sërish zjarin. Po s'do me t'u përmend emri, mos u sill ashtu. Ajo u ngrit në këmbë. Unë s'jam pronë e askujt. As e jotja, as e publikut. Ndërhyrja e bigut. Zëri i produksionit ndërpreu gjithçka. Banor, kujdes gjuhën. Sulmet personale dhe ofendimet mbi baza morale nuk lejohen. I thirrën të dy në dhomën e rrëfimit. Rrëfimi i Benitës. Para kamerës, pa maska, ajo foli me zë të thyer. Unë mund të gaboj, mund të qesh, mund të puth këtë dua. Por askush s'ka të. Përplasja që e ndali shtëpinë. Ishte pasdite e rënë, nga ato ditë kur nervat në shtëpinë e Big Brotherit duken sikur ecin mbi fije. Banorët kishin kaluar një javë të mbushur me debate, klipet e spektaklit i kishin ekspozuar të gjithë, dhe askush nuk po duronte më as shurmën e lugës në filxhan. Benita po rrinte në kuzhinë me një filxhan kafeje që nuk po e pinte. Labinoti po fliste me disa banor të tjerë për një histori nga jashtë, një temë që produksioni e kishte shpallur të ndaluar. Ajo e dëgjoi fjalinë e tij dhe i hipi gjaku në kohë. Mos i përmend ato gjëra këtu brenda, i tha me ton të prerë. Këto s'lejohen. Labinoti qeshi me përbuzje. Mos më bëj ti moral mua. Fjalët u përplasën në ajër si 2 gur. Shkëndija e parë. Benita u afrua më pranë. Sytë i ishin mbushur me një lloj nervi që nuk ishte vetëm për rregullat e lojës, por për shumë ditë të grumbulluara. Ti gjithmonë flet çfarë s'duhet. Mendon se je i paprekshëm, tha ajo. Jam 42 vjeç, di çfarë flas, i u përgjigj ai me ton sfidues. Ajo shpërtheu. Ke 42 vjet në byth dhe sillesh si fëmijë. Në kuzhinë ra heshtja. Disa banor u ngrin, të tjerë u përpoqën të qeshnin me siklet. Por askush nuk qeshi vërtet. Fjalët kishin kaluar kufirin. Labinoti u skuq. Mos ma përmend moshën as bythën, kujt po i flet ti, tha me zë të ngritur. Përplasja verbale. Debati u ndez si zjarr në bar të thatë. Benita, po të flas ty, se po shkel çdo rregull. Labinoti, ti je e para që provokon. Benita, provokim është me rreziku krejt shtëpinë për llafet e tua. Banorët filluan të ndërhyjnë. Mira e kapi Benitën nga krahu. Qetësohu, mos e ço deri aty. Arbeni i doli para Labinotit. Vëlla, mbylle me kaq. Por kur krenaria merr fjalën, arsyeja largohet. Momenti i gabuar. Labinoti bëri një hap drejt saj dhe tha. Ti s'më jep urdhra mua, kupton?
Benita e humbi kontrollin. Dora ju ngrit vetvetiu dhe një grusht i nxituar i preku shpatullën. Nuk ishte goditje për të lënduar rënd, por mjaftoi për ta kë. Thyer situatën në alarm. Mos më prek, bërtiti ai. Në sekond produksioni ndërhyri nga altoparlanti. Banor, distancë menjëherë. Kaosi i shkurtër. Disa banor e tërhoqën Benitën prapa. Ajo po dridhej. Unë zdesha me e gjuajt, përsëriste. Po më çmendi me ato fjalë. Labinoti ecte rreth e rrotull me duar në kokë. Kjo është e papranueshme. Këtu zguxon me prek askënd. Atmosfera u bë e rëndë si plumë. Kamerat fokusonin fytyrat e zverdhura. Loja kishte kaluar në vijë të kuqe. Dhoma e rrëfimit. Produksioni i thiri të dy veç e veç. Benita u ul në koltuk dhe filloi të qaj. E di që gabova. U ndjeva e poshtëruar. Fjalët e tij më prekën në sedër dhe shpërtheva. Nuk jam njeri i dhunës. Zëri i Bigjuti ishte i ftohtë. Çdo akt fizik është shkelje e rëndë. Kjo shtëpi zgjidh konfliktet me fjalë, jo me grushte. Edhe Labinoti u paralajmërua për gjuhën provokuese dhe përmendjen e temave të ndaluara. Reagimet e shtëpisë. Banorët u ndanë në mendime. Mira tha. Benita ga. Plani që u duk si lojë. Kur dera e madhe e shtëpisë u mbyll pas limit, askush nuk e dinte se sa gjëra ishin lëvizur në prapaskenë. Publiku pa vetëm një eliminim, një përqafim lamtumire dhe lotët e dolces. Por pas atyre pamjeve fshihej një histori tjetër, më e ndërlikuar. Produksioni ishte i kënaqur. Shikueshmëria kishte shpërthyer. Titujt e portaleve vlonin. Limi jashtë buzëqeshte me një qetësi të çuditshme. Ai e dinte se roli i tij nuk kishte mbaruar, përkundrazi, sapo kishte filluar faza e dytë e lojës. Gjithçka shkoi sipas planit, i tha menaxherit sapo doli nga studio. Historia duhet të vazhdoj pa mua brenda. Dolce pas derës së mbyllur. Brenda shtëpisë, Dolce u duk sikur u rrëzua për disa orë. U shtri në krevatin e tij bosh, preku jashtëkun dhe qau sa për sytë e kamerave, por edhe pak për vete. Askush nuk e dinte sakt ku mbaronte aktrimi dhe ku fillonte ndjenja. Alba e vështronte nga larg. Mes tyre kishte pasur gjithmonë një tension të heshtur, xhelozi, kurreshtje, një lloj magneti që nuk e pranonin. Atë mbrëmje, kur dritat u zbehen, Alba ju afrua. Je mirë, e pyeti me zë të ulët. Dolce ngriti sytë të skuqur. Nuk e di as vetë. Aty nisi gjithçka. Aleanca e padukshme. Pas daljes së limit, dinamika e shtëpisë ndryshoi. Banorët prisnin që Dolce të shuaj, ndërsa Alba të merrte rolin e protagonistës së vetmuar. Por ndodhi e kundërta, ato dyja u afruan. Filloi me gjëra të vogla, një kafe e ndarë në mëngjes, një bisedë në obor, një mbështetje gjatë debateve. Kamera i ndiqte me etje. Çudi si na bashkoi ikja e tij, tha Dolce një ditë. Ndoshta duhet të ikte dikush që të shinim njëra tjetrën, iu përgjigj Alba. Puthja e parë pas tuhis. Ishte mbrëmje e qetë. Banorët po shinin film, dritat ishin fikur pothuajse plotësisht. Alba dhe Dolce rinin pranë njëra tjetrës në divan, me batanie mbi supe. Askush nuk e di kush u afrua e para. Ndoshta të dyja njëkohësisht. Puthja ishte e butë, e ndrojtur, si pyetje pa fjalë. Pastaj një përqafim i gëjë. Atë duar që shtrëngoheshin, ballë që prekeshin. Mos mendo për kamerat, pëshpëriti Dolce. Nuk po mendoj për asgjë, tha Alba. Produksioni festonte në heshtje, historia kishte marrë kthesën e ardhë. Marrëveshja e heshtur. Jashtë, Limi e pas skenën me një buzëqeshje të matur. Ai e njihte planin, trekëndëshi emocional duhet të vazhdonte të jetonte edhe pa të. Lëri të rrjedhin gjërat, i kishte thënë produksioni. Publiku do dramë, por edhe ndjeshmëri. Dhe pikërisht këtë po jepnin Alba e Dolce, diçka mes ngushëllimit dhe zbulimit. Afërsia që rritej. Ditët në vijim ato u bën të pandashme. Flinin në të njëjtin krevat, ledhatoheshin si dy shoqe që kërkojnë streh, por edhe si dy gra që po testonin kufijtë e vetes. Ti më qetëson, i tha Alba një natë. Edhe ti mua. Këtu brenda çdo gjë të çmend, iu përgjigj Dolce.
Publiku u nda në kampe, disa i quanin qift të guximshëm, disa lojë të kalkuluar. E vërteta rrinte diku në mes. Xhelozit e shtëpisë. Arbeni nuk e duroi gjë.